Partia Demokratike e Turqëve në Kosovë ka dalë fituese në komunën e Mamushës në balotazhin e mbajtur të dielën, por festa atyre ka të rishur vëmendjen për arsyen e gabuar. Në një video të publikuar nga kanali 10 shihen anëtarë dhe përkrahas të TDB-s, duke festuar rezultatin në mënyrë më të pazakontë, duke demoluar ambientet e zyrës së partisë, në pamje duken persona që thyen televizorët, mobilit dhe pajisje të tjera, ndërsa shpërthejnë në brohëritje profitoren. Sipas burimeve lokale, dëmet materiale janë të konsiderueshme, ndërsa banorët të zonës janë shprehur të habitur nga ky veprim i papritur. Deri më tani, partia nuk ka dalë me një reagim zyrtar për incidentin apo për arsyet që quan në festime të tilla destruktive, ndërkohë fitimi i TDP-s në Mamush shënon një kthes historike në komunë. Por mënyra e festimit ka hapur debat publik mbi sjelljen e përfaqësuesve politik dhe mënyrën se si shprehet gëzimi pas një rezultati elektoral. Analisti dhe gazetari Viktor Buzhala ka reaguar pas përfundimit të raundit të dytë të zgjedhjeve lokale duke bërë një përllogaritje të detajuar për të treguar se cila parti doli fituese dhe cila humbëse. Sipas tij, krahasimi duhet bërë me zgjedhjet e vitit 2021, duke marrë parasysh numrin e komunave që secila parti kishte në menaxhim dhe ndryshimet që kanë ndodhur këtë herë. Matematika është kokë fort në këtë rast, ka theksuar Buzhala duke prezantuar një bilanc sipas të cilit vetëvendosjet dhe LDK rezultojnë me nga 7 komuna, PDK-ja me 6 dhe AK me 5. Ai ka shtuar se për të shpallur fituesin e vërtet, duhet parë edhe gara kokë më kokë midis partive në raundet e ndryshme zgjedhore për të sjellë bota sot. Në vim, shkrimi i tij plot. Kush ishte fitues e kush humbës i zgjedhjeve? Matematika është kokë fort në këtë rast. Pa diskutim, krahasimi duhet të bëhet me vitin 2021, pra numrin e komunave që ishin në menaxhim nga një parti plus sa humbi dhe sa fitoi, vetëvendosje 4+3, 7 komuna, PDK 8-2, 6 komuna, LDK 9-2, 7 komuna, AK 5/5. Për të shpallur fituesin ose humbusin, dikë duhet të analizojë dhe gara kokë më kokë nga rezultati paraprak në atë të tanishmin. Aty rezultati është vetëvendosje LDK 2-0, vetëvendosje PDK 1-0 dhe PDK LDK 0-0, ka shkruar ai ndër të tjera.